Kryebashkiaku i Rogozhinës, Edison Memolla, është vënë në pranga pasi gjykata e posaçme e apelit konfirmoi dënimin me 1 vit heqje lirie ndaj tij për veprën penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje të kryer në bashkëpunim. Pas shpalljes së vendimit përfundimtar më 9 shkurt 2026, Memolla u paraqit vetë pranë autoriteteve policore për të vuajtur dënimin. Së bashku me të janë arrestuar edhe 2 persona të tjerë të përfshirë në këtë çështje: Blerim Xhamani, 48 vjeç, dhe Ndriçim Tavgjata, 54 vjeç, të 2 banorë të Rogozhinës. Policia bëri të ditur se vendimi u ekzekutua nga strukturat për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare pranë Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, në zbatim të vendimit të gjykatës së posaçme të apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Përveç dënimit me burg, gjykata i ka ndaluar Memollës ushtrimin e funksioneve publike për një periudhë 5 vjeçare. Ndërkohë, Blerim Xhamani është dënuar po ashtu me 1 vit burg për korrupsion aktiv në zgjedhje dhe falsifikim dokumentesh, ndërsa Ndriçim Tavgjata ka marrë të njëjtin dënim për veprën e korrupsionit zgjedhor. Procedimi penal ndaj Memollës nisi pas publikimit të një përgjimi audio në media. Sipas SPAK, në regjistrim ai dëgjohej duke ushtruar ndikim ndaj një punonjësi të OSHE-s me qëllim që të mos ndërpritej energjia elektrike për një abonente me detyrime të papaguara në këmbim të sigurimit të votës së saj gjatë zgjedhjeve të pjesëshme vendore të 6 marsit 2022. Në atë periudhë, Memolla garonte për postin e kryetarit të bashkisë nën siglën e Partisë Socialiste. Hetimet u mbyllën nga SPAK në nëntor 2023 dhe tashmë, pas vendimit të formës së prerë, dënimi ka hyrë zyrtarisht në fuqi.